Polonia ka reaguar me tone të forta ndaj incidentit të ndodhur fundjavën e kaluar në linjën hekurudhore, që lidh kryeqytetin Varshavë me kufirin e Ukrainas, ku një shpërthim i dyshuar u konsiderua nga autoritetet si tentativë për të shkaktuar një aksident të rënd me pasoja në jetë njerëzish. Gjatë një seance të parlamentit, ministri i jashtëm Radoslav Sikorski deklaroi se vendi po përballet me një sulm të drejtpërdrejtë nga një shtet i huaj. Ai tha se Polonia do të japë një kundërpërgjigje të qartë, jo vetëm në fushën diplomatike. Sikorski u shpreh se sabotatorë të mirëtrajnuar ishin dërguar me mision të qartë për të shkaktuar tragjedinë e hekurudh, por dështuan vetëm fal rrethanave të rastësishme. Deklarata e tij u prit me duartrokitje nga ministrat e pranishëm, ndërsa ai shtoi se sipas informacionit të shërbimeve polake, pas këtij akti qëndron Agjencia e Inteligjencës Ushtarake Ruse e njohur për përdorimin e bashkëpunëtorëve në flamur të rrem për operacione të fshehta. Kemi të bëjmë me akt të terrorizmit shtetëror, tha Sikorski, sepse qëllimi ishte të shkaktoheshin viktima. Polonia do të përgjigjet në të gjitha nivelet. Incidenti vjen në një periudhë të tensionuar për vendin pas një serie zjarresh të qëllimshme sabotimesh dhe sulmesh kibernetike, që kanë prekur Poloninë dhe disa shtete të tjera të Bashkimit Evropian. Varshava bën të ditur se dy shtetas Ukrainas të dyshuar si autor të shpërthimit kanë arritur të arratisen drejt Bielorusisë, një aleate e ngushtë e Moskës. Ndërkohë Kremlini ka mohuar të gjitha akuzat duke i cilësuar pretendimet polake si rusofobi të pabazuar.